në këtë edicion do të ndihni. 1020 doza të vaksinave për COVID-19 u shpërnda në fillim të këtij muaji në Gjakov. Afërdita Spahiu Shlaku, drejtoreshë shëndetësisë, thekson se procesi ka nisur fillimisht me vaksinimin e personelit shëndetësor e ka vazhduar me personat e moshuar. Masat e fundit të qeverisë së Republikës së Kosovës kanë ndikuar dukshëm edhe në procesin mësimor në Gjakov. Por si po menaxhohet kjo situatë në shkollat e kësaj komune, si dhe a ka rezultuar të jetë efikas mësimi online, na tregon Meshet Kuska, drejtor në shkollën e mesme Nismetin Nixha. Sot në mbar botën shënohet 15 prillit dita botërore e artit. Kjo datë është vendosur për nder të ditëlindjes së Leonardo da Vinçit, i zgjedhur si simbol i lirisë së shprehjes, tolerancës dhe multikulturalizmit. Mirëmbrëma, po fillojmë edicionin qendror të lajmeve. Brenda 24 orëve të fundit në Kosovë nga koronavirusi kanë humbur jetën 17 persona, ndërsa janë konfirmuar 599 raste të reja. Në Gjakov ka vdekur një person nga ky virus. Po në Gjakov kanë dalur edhe 44 raste të reja të infektuarve me këtë virus. Vazhdojmë edicionin. 1020 doza të vaksinave për COVID-19 u shpërnda në fillim të këtij muaji në Gjakov. Afërdita Spahiu Shlaku, drejtoreshë shëndetësisë, thekson se procesi ka nisur fillimisht me vaksinimin e personelit shëndetësor e më pas ka vazhduar me personat e moshuar. Komuna e Gjakovës më datë 1 prill ka pranuar 1020 doza të vaksinave për COVID-19. Afërdita Spahiu Shlaku, drejtoreshë shëndetësisë në Gjakov, thekson se ky proces ka nisur fillimisht me vaksinimin e personelit shëndetësor. Për një javë kemi vazhduar me punëtor shëndetësor, po interesimi nuk ka qenë i kënaqshëm, pastaj kemi vazhduar me punëtor shëndetësor të sektorit privat dhe farmacit. Edhe me ata kemi kryer një pjesë tyne, punëtor që janë paraqitur janë vaksinu. Më pas është vazhduar me vaksinimin e personave mbi 85 vjeç, ka shtuar ajo. Me datën 8 prill kemi vazhduar me grup moshat mbi 85 vjet për 3 ditë. Pastaj pas 3 ditë kemi vazhduar edhe me grup moshat 80-84. Tek këto moshat mbi 80 vjet është vërejt një interesim mjaft i madh i qytetarëve dhe gjithsejt janë të vaksinuar dikun 413 persona të moshuar. Ndërsa sot ky proces pritet të përmbyllet me vaksinimin e pacientëve të hemodializës, potencon Spahiu Shlaku. Kemi marrë një njoftim tjetër nga Ministria e Shëndetësisë që të vazhdohet me pacientat me dializë, por që nuk mjaftojnë pasi që kemi një numër shumë të vogël dhe numri i pacientave me dializë është dikun 61. Nga këtu u apelua që përkundër se ditëve të fundit në spitalin Isa Greza ka numër më të ulët të hospitalizuarve, të vazhdohet respektimi i masave mbrojtëse ndaj COVID-19 në mënyrë që të ruhet shëndeti i të gjithë qytetarëve. Kryetari i Asociacionit të Komunave të Kosovës Azan Ibrahimi ka konfirmuar se pas së dielës do të ketë lirim të masave. Ibrahimi sqaroi se pas takimit që kanë pasur me ministrin e Shëndetësisë Arben Vitia, kanë rënë dakord që 90% e kërkesave të tyre, ku përfshihet edhe heqja e orës policore dhe fillimi i punës për gastronomin, si dhe qendra tregtare, të fillojnë të zbatohen pas 18 prillit. Kryetari i Asociacionit të Komunave të Kosovës, Azan Ibrahimi, ka konfirmuar se pas të dielës do ketë lirim të masave. Ibrahimi sqaroi se pas takimit me ministrin e Shëndetësisë Arben Vitia kanë rënë dakord që 90% e kërkesave të tyre, ku përfshihet dhe heqja e orës policore dhe fillimi i punës për gastronomin dhe qendrat tregtare, të zbatohen pas 18 prillit. Me ministrin Vitia u dakorduam që 90% e rekomandimeve, kërkesave të komunave të Republikës Kosovës do të gjejnë vend në vendimin që do të mirret për ndryshimin e masave anti-Covid. Ai thotë se çdo lirim i masave duhet të shoqërohet edhe me kujdes të shtuar si nga institucionet dhe qytetarët, por edhe me monitorim nga Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik. Është kërkuar, është elaboruar në detaje çdo kërkesë e asociacionit e përkrahur nga kryetarët e komunave, sepse i kemi elaboruar në detaje në bazë të praktikave që janë duke ndodhur në nivelin lokal,
kryetarët kanë kërkuar që të kushtohet kujdes edhe zhvillimit ekonomik lokal, sepse ajo po ka impakt edhe në zhvillimin e qëndrueshëm të komunave të Republikës Kosovës, mirë po duke mos anashkaluar asnjëherë edhe për kushtimin e të jashtëzakonshëm të kryetarëve të komunave për ruajtjen e jetës së qytetarit. Ibrahimi ka garantuar se kryetarët e komunave janë zotuar se do bashkëpunojnë në nivelin qendror sa i përket respektimit të masave. Ishte një takim konstruktiv dhe ishte një takim konsultativ me kryetarët e komunave dhe besojmë që një frymë e tillë do të vazhdojë edhe në të ardhmen. Të gjithë kryetarët e komunave u shprehan të gatshëm për një bashkëpunim korrekt, për një bashkëpunim të sinqert me nivelin qendror. Komunat janë zotuar për bashkëpunim në nivelin qendror, ka theksuar ai. Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës ka anuluar tenderin me vlerë 44 milion euro për mirëmbajtjen verore dhe dimrore të rrugëve nacionale dhe atyre rajonale të Kosovës për vitet 2021, 22, 23 dhe 24. Këtë ka bërë të ditur zëvendës Ministri i Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës, Hysen Durmishi. Durmishi në konferencën për media tregoi se janë dy arsye për anulimin e këtij tenderi milionësh. Arsyeja e parë sipas Durmishit ka të bëjë me ndryshimin në pozicione paramas dhe me kritere teknike në mënyrë që të jetë mundësia që sa më shumë kompani të marrin punë. Arsyeja e kësaj konferencë është për të njoftuar opinionin publik për dy vendime të cilat i kemi marrë si ministri ditën e djeshme. E para ka të bëjë me anulimin e procedurës së prokurimit, pra anulimin e tenderit për projektin mirëmbajtja verore dhe dimrore e rrugëve nacionale dhe rajonale të Kosovës për vitet 2021-2022, 2022-2023 dhe 2023-2024. Vlera e parashikuar e këtij projekti është 44 milion euro. Janë dy arsye pse ne kemi anuluar këtë procedurë në këtë fazë. E para ka të bëjë me atë se ky projekt parashihet që të jetë kontratë kornizë 3 vjeçare dhe nuk mund ta ndryshojmë pasi që të lidhen kontratat. Ne jemi të interesuar që të bëjmë ndryshime në pozicionet paramasës e pashtu edhe në kriteret teknike. Arsyeja e dytë ka të bëjë me kriteret teknike të cilat duhet të ndryshojmë në mënyrë që të ketë gjithë përfshirje dhe konkurrencë më të madhe në mes të kompanive. Kriteret do të jenë të tilla që të kenë mundësi më shumë kompani që të marrin punë dhe jo siç ka ndodhur në të kaluarën, ku paraprakisht është ditur se cilat kompani do të fitojnë. Vendimi i dytë është që parashihte privatizimin e shërbimit të patent shoferëve. Ka vendime që janë nënshkruar në ditën e fundit, pra ditën kur është votuar qeveria re. Vetëm se në vendim nuk shkruan ora dhe nuk dihet sakt se a është nënshkruar vendimi para apo pas votimit të qeverisë re. Nëse nuk e kemi gjendjen e mirë në sektorin e patent shoferëve, duhet që ta sanojmë gjendjen dhe ta përmirësojmë atë sektor. Ne i kemi bërë veprimet e menjëhershme duke i dhënë prioritet dhe tani jemi në fazën e finalizimit të i-testimit për kandidatët për patent shofer. Sipas tij ka shumë vendime e memorandume që kanë ndodhur vetëm në vitin 2021, të cilat priten ditëve në vijim të shfuqizohen. Hendikoze dhe Balkan Forum ka nisur fushatën thuaj jo qeseve të plastikës, ku në sheshin Skënderbeu dhe Nën Tereza në Prishtinë, përmes një aktiviteti simbolik, zyrtarisht kanë prezantuar strojcat e ripërdorshme të punuara tash e disa muaj nga personat me nevoja të veçanta. Drejtori i Hendikos Afrim Aliqi tha se kampanja për qëllim ka mbrojtjen e mjedisit përmes përdorimit të strojcave. Ai ka sqaruar se në të njëjtën kohë po promovohet puna 10 personave me nevoja të veçanta. Ne sot po fillojmë fushatën në eliminimin e qeseve apo plastikës një përdorimshme me qëllimin kryesor vëdësimin e popullatës dhe gjithë qytetarëve në Kosovë. Dhe gjithashtu
në mbrojtjen e ambientit, mbrojtjen e mjedisit, po edhe ndikimin ekonomik apo financiar tek të gjithë qytetarët, gjithsesi edhe tek mbështetja personave me aftësi të kufizuara, të cilët vetë i kanë punu dhe vetë do t'i punojnë edhe në të ardhmen torbat apo strajcat nga materialet të tjera. Sadete Dubova nga Hendikos tha se kanë punuar 3.000 strojca dhe se në qepjen e tyre kanë marrë pjesë 10 persona me nevoja të veçanta. Prej mujtë shkurt kemi fillu me prodhimin. Ka qenë një punë jashtëzakonisht e mirë, kemi punu me shumë përkushtim, me shumë pasion. Këto strojca, do me thonë, janë punu prej durve tona, duke fillu prej dizajnit, pastaj premja, qepja, dhe është bërë një punë, mendoj janë një punë e mirë, edhe është një mesazh shumë i mirë për qytetarët tonë, sepse ne me punën tonë, dhe më thonë për mbrojmë ambientin. Ne gjithse jemi 10 persona që jemi të konsum, kemi bë ofër 3.000 deri tash janë bë. Ishte ky një organizim i Hendikos dhe The Balkan Forum në kuadër të fushatës Thua Jo qeseve të plastikës. Deputetja e Lëvizjes Vetëvendosjes Saranda Bogujevci ka thënë se gjatë kësaj legjislature do të shtyhen përpara projekt ligjin kundër dhunës në familje dhe atë për peticione. Deputetja e Vetëvendosjes Saranda Bogujevci ka thënë se gjatë kësaj legjislature do të shtyjnë përpara projekt ligjin kundër dhunës në familje dhe atë për peticione. Bogujevci shtoi se duhet të rishikohen edhe projekt ligjet e tjera karshi Konventës së Stambollit. Është projekt ligji në fakt për kundër dhunës në familje, që është projekt ligj tepër i rëndësishëm dhe duhet më thonë të shtyhet përpara. Sidomos tani që kemi domethënë edhe Konventin e Stambollit për brenda Kushtetutës së Republikës së Kosovës dhe duhet natyrisht që jo vetëm ligji kundër dhunës në familje, por ka edhe ligje tjera domethënë që duhet të i rishikojmë karshi konventës. Nën kryetarja e Kuvendit, Saranda Bogujevci tha se është shqetësuese numri i raportimeve të dhunës në familje dhe për këtë është shumë e rëndësishme të procedohet me ligjin. Kemi shumë problematika të mëdha në vendin tonë, është e shqetësuese që në baza ditore kemi raportim të dhunës në familje dhe mendoj që duhet t'i kushtojmë shumë rëndësi edhe të merret shumë me seriozitet dhe për këtë arsye është tepër e rëndësishme domethënë që të procedojmë me projekt ligj sa më shpejt që është e mundshme. Çështja e mbrojtjes së fëmijëve, domethënë ka problematika të shumta që duhet domethënë të i adresojmë edhe po besoj që përveç komisionit do të arrihen shumë gjëra domethënë të shkojmë përpara. Projekt ligjin kundër dhunës në familje do ta kemi prioritet. Masat e fundit të qeverisë së Republikës së Kosovës kanë ndikuar dukshëm edhe në procesin mësimor në Gjakov. Po si po menaxhohet kjo situatë në shkollat e kësaj komune dhe a ka rezultuar të jetë efikas ky mësim online, na tregon Neshet Këpuska, drejtor në shkollën e mesme Nexmedin Nigja. Masat e fundit të qeverisë së Republikës së Kosovës kanë ndikuar dukshëm edhe në procesin mësimor në Gjakov. Por si po menaxhohet kjo situatë në shkollat e kësaj komune dhe a ka rezultuar të jetë efikas mësimi online, na tregoi Neshet Këpuska, drejtor në shkollën e mesme Nexmedin Nigja. Kemi profilet të cilat mësimin online e praktikën profesionale zhvillojnë në kompani, sidomos ata që janë të makinerisë. Kurse elektro e ka zhvillu dejme tash në shkollë, mirë po me qenë se tash nxënësit nuk i lejohet qasja në shkollë, të njëjtit e zhvillojnë mësimin online, profesori punon nga shkolla dhe ju jep modulet profesionale për të punuar në shtëpia të tyre. Normalisht që ka vështirësi, se ka raste për shembull nxënësit nuk kanë qasje në internet, i kanë të gjitha pajisjet, po s'kanë qasje, ka probleme me qasje në internet, mirë po ja dalim.
Mentor Musa mësimdhënës i kësaj shkolle tregoi se si po mundohet të koordinojë teorinë me praktikën, që të jetë sa më e lehtë për nxënësit për të ndjekur këtë lëndë. Orën e planifikoj me vizatimin e projekteve sa kemi, realizimin, për shembull me Kroku Klep ose Vizio Pro. Mandej, përveç këtyne, na e realizojmë këto edhe praktikisht. Për shembull, unë nxënësave ju kam dhënë drejtimit elektroinstalues, ju kam dhënë me veti nga një kese, kur në to janë depresit, janë për shembull poqat, janë lirsat, fytat, siguresat, telat, kablat, krejt ju kam dhënë, edhe ata të shtëpia. Do më thonë, shkojmë online, të më këshyrë mu, të këshyrë ata të bu. Mësimdhënësit dhe nxënësit janë të përkushtuar që mësimin ta ndjekin përmes platformave online. Ky proces është duke monitoruar në vazhdimsi, tregoi Arbenar Pozheku, drejtor në shkollën e mesme të Ulët Mazllum Këpuska. Mësimi online në shkollën tonë është ka shkon për mrekulli. Unë jam një person i cili nuk i përdori fort këto frazat, po me të vërtetë është ka shkon shumë mirë, edhe plan programi është ka zhvillohet tërësi. Domethënë, në shkollën tonë secili mësimdhënës lidhet vetëm me klasën që ka mësim. Shembull, nëse unë kam mësim tetën 4, atëherë kur bie zilja në orën e 3, unë shkoj dhe marr mësim vetëm në nxënësit e tetës 4. A keni hasur ndonjë vështirësi? Fillimisht kemi pasur në vështirësi, domethënë ditën e parë, për shkak se ka kaluar një kohë shumë e gjatë që na kemi zhvilluar mësim me Zoom. Gjatë vitit kalun neve prej marsit deri në qershor kemi marrë mësim me Zoom, edhe që ajo përvojë tash na ka shërby, megjithatë pjesa teknike ka qenë problematike sepse në shkollën tonë nuk kemi pas laptop. Është dashur me i marr prej shkollave tjera. Vlen të theksohet se në komunën e Gjakovës, dhe pse ka pasur rritje në numrin e përgjithshëm të infektuarve me COVID-19, në shkolla numri i tyre ka qenë relativisht i ulët. Udhëheqësi i Komunitetit për Siguri Kibernetike dhe Privatësi, Mentor Hoxhaj, ka thënë se edhe në Kosovë si në tërë botën kanë qarkulluar lajme të rreme sa i përket vaksinës anti-Covid. Hoxhaj tha se prej fillimit të pandemisë ka qarkulluar lajmi se rrjeti 5G është shkaktari COVID-19, si dhe që përmes vaksinës po tentohet që të dirigjohen njerëzit përmes mikrochipit. E gjitha këto lajme të rreme, sipas tij, kanë ndikuar përkeq te njerëzit ku dhe është rritur frika për marrjen e vaksinës. Dhe në Kosovë si në hapësirën tjetër të botës kanë qarkulluar mjaft lajme të rreme sa i përket vaksinimit. Kjo është ndërlidhur kryesisht me 5G, 5G dhe mikrochipat, dy lajme të rreshme të cilat kanë qarkulluar që nga fillimi i pandemisë, nga janari shkurt i vitit 2020, kur fillimisht kanë qarkulluar lajme të rreshme që 5G-a, teknologjia 5G është shkaktare e COVID-19. Mes tjerash, Hoxhaj ka shtuar se janë larguar mira lajme nga rrjeti social Facebook, derisa ka shtuar se nuk e kanë intensitetin e njëjtë sikur në fillimin e pandemisë. E sipas tij, lajmet e rreme paraqesin rrezik të madh e sidomos të lexuesit digjital. Sot në mbar botën shënohet 15 prilli, dita botërore e artit. Kjo datë është vendosur për nder të ditëlindjes së Leonardo da Vinçit, i zgjedhur si simbol i lirisë së shprehjes, tolerancës dhe multikulturalizmit. 15 prilli është shpallur dita botërore e artit, deklaruar nga Shoqata Ndërkombëtare e Artit si një festë ndërkombëtare e arteve të bukura, në mënyrë që të promovohen dhe nxiten aktivitete kreative në të gjithë botën. Data është vendosur për nder të ditëlindjes së Leonardo da Vinçit, i zgjedhur si simbol i lirisë së shprehjes, tolerancës dhe multikulturalizmit. Dita e parë botërore e artit, organizuar me 15 prill 2012, u mbështet nga të gjitha komisionet kombëtare të Shoqatës Ndërkombëtare të Artit, si dhe 150 artistë nga Franca, Suedia, Slovakia, Afrika e Jugut, Çipro dhe Venezuela, por qëllimi mbetet univerzal. Historia e arteve përfshin çdo aktivitet ose produkt të krijuar nga njeriu për qëllime komunikuese që shprehin ide, emocione ose një vizion të botës. Arti përdor metoda të ndryshme të tilla si plastike, gjuhësore, sonore apo të përzjera. Disa fusha të dijes të lidhura ngushësisht me historinë e artit janë estetika dhe teoria e artit.
Edhe mediumi ynë në vazhdimsi mundohet të vë në spikam arte të zhanreve të ndryshme, posaçërisht në emisionin dedikuar arteve, duke sjellur te publiku artistë të fushave të ndryshme, e të cilët kanë kontribuar ndër vite në zhvillimin e këtij sektori, duke ndikuar që të rritet interesi për artin në përgjithësi. Në vazhdim të ndjekim grafikën e parashikimit të motit për ditët në vijim. Para se të ndajemi të ndjekim edhe njëherë disa nga informacionet kryesore të këtij edicioni. 1020 doza të vaksinave për COVID-19 u shpërnda në fillim të këtij muaji në Gjakov. Afërdita Spahiu Shlaku, drejtoreshë shëndetësisë, thekson se procesi ka nisur fillimisht me vaksinimin e personelit shëndetësor e ka vazhduar me personat e moshuar. Masat e fundit të qeverisë së Republikës së Kosovës kanë ndikuar dukshëm edhe në procesin mosimor në Gjakov. Por si po menaxhohet kjo situatë në shkollat e kësaj komune, si dhe a ka rezultuar të jetë efikas mësimi online, na tregon Meshet Kpuska, drejtor në shkollën e mesme Nexmedin Nixha. Sot në mbar botën shënohet 15 prilli, dita botërore e artit. Kjo datë është vendosur për nder të ditëlindjes së Leonardo da Vinçit, i zgjedhur si simboli i lirisë së shprehjes, tolerancës dhe multikulturalizmit. Këtu merr fund ky edicion qendror i lajmeve. Për më shumë informacione na ndiqni edhe në portalin syrivizvizion.tv. Mirupafshim.